Një mbrëmje veçantë muzikore u zhvillua në lungomaren e Vlorës, ku këngëtarja Maja ngjiti në sken publikun vlonjat dhe vizitorët, duke sjellë një atmosferë të ngrohtë, të mbushur me muzikë, art dhe emocione. Koncerti i mbështetur nga Bashkia Vlorë krijoi një tjetër mundësi që qytetarët dhe turistët të shijojnë momente të bukura artistike në një prej hapësirave më të frekuentuara të qytetit gjatë sezonit veror. Pjesë e mbrëmjes ishin dhe grupet e vallëzimit të Qendrës Kulturore Vlorë, të cilët sollën në sken performanca të veçanta, duke ndërthurur muzikën me traditën dhe energjinë e të rinjve. Organizimi i këtij koncerti vjen në vijim të aktiviteteve të Qendrës Kulturore Vlorë, të cilat synojnë të japin më shumë jetë artit dhe kulturës në qytet, duke krijuar një hapësirë ku të rinjt mund të shprehin talentin dhe pasionin e tyre në sken. Shëtitoria bregdetare u kthye kështu edhe një herë në një sken të hapur për artin, duke ofruar për publikun një mbrëmje të bukur verore, ku muzika, vallëzimi dhe emocionet u bën pjesë e jetës së qytetit.